Miq Prizmus, në një debat të një postimit, një gruaje përfaqësuese tashmë të një liste politike partijake, sigurisht një aktiviste dhe grua që është aktivizuar dhe në garë të tjera elektorale, në një prononcim të saj, ku thoshte që duhet patjetër ndryshuar gjendja dhe njëkohësisht nuk mund t'ju besohet po të njëjtit, pak a shumë ky është koncepti, po të njëjtit moment post-komunist, i cili konsideron edhe madhështore atë që do të bëj, mbasi kanë kaluar kaq vite dhe mbasi ka kaluar një 45 vjeç diktaturë dhe një 30 vjeç post diktaturë dhe komunizëm, duhet thënë mjaft edhe fjala madhështore duhet shpjeguar ç'do të thënë fjala madhështore. Sigurisht shkrimi ishte plot kuptim, po ta marrësh kështu, edhe normalisht nuk po ja them me emrin sepse pastaj do thonë që e përdori edhe për si më thënë për jo në gusto të mirë emrin e një kandidate për deputete në kohën e sotme. Pra, po mundon të bëj analizë politike. Në konceptet e komentit, prap një grua, një po themi grua e anuar politikisht, që i dijen mendimet politike se këmbron, i thoshte çfarë je duke më shpjeguar, thotë. E kupton se çfarë duke bërë, nëse ti thua kështu ato votat që merrni ju do t'i dalin kundra asaj partie e cila sigurisht është realisht kundra pushtetit sotëm. Pra, pse po e bën këtë punë? Dhe tash këtu do ndalen. Sigurisht janë dy gra për të respektuar dhe po bënin komente, pastaj filloi replika, i përgjigjet zonja kandidate për deputete, i thotë shiko se unë përfaqësoj veten, thotë dhe përfaqësoj dinjitetin tim, dhe pastaj të tjerat, po herë do shikosh për mua, unë përfaqësoj veten, dal për veten time, do të rivendikoj veten. E nëse vazhdonin debatet, po unë do të merrem me problemin kryesor, po bëj analizën e problemit kryesor. Një forcë politike e cila mund të ketë dalë nga forca madhore politike dhe bëhet fjalë për PD-n, sigurisht, një coptim i tyre, dhe sigurisht në anën tjetër duke thënë shiko se po votuat ju na ishni ne, duke u kuptuar qartë që nuk kanë të njëjtat mendime, nuk ekzistojnë më të njëjtat mendime, nuk ekziston më i njëjti fill politik. Dhe çfarë do të thotë në kohën e sotme që po votove atje më ke hequr votat mua, më ke hequr elektoratin. Tashmë duhet kuptuar që nuk është më elektorati jot. Nuk janë më me ty. Dhe nuk mund ta bësh a priori tradhtar, sepse po më hoqe votat mua je duke ndihmuar atë që është në pushtet. Kjo është në një farë mënyrë duhet pranuar si fakt, është retropolitik e cila është përdorur deri në vitet 2021. Tash e ka kuptuar gjithkush, nuk po them për 2000 deri nga 2019 para pandemisë, por edhe 2021. E sidomos është provuar këtu në Shkodër. Është e vërtetë që asaj partie nga kanë dalë 2-3 grupime që është për çar, i kanë ikur votat, por kjo nuk do me thënë që ata duhet patjetër për hatër që mos të ikin votat një personi i cili që quhet Sali Berisha dhe e përdor partinë e tij normalisht në këtë lloj koncepti i cili nuk është koncept modern, as është koncept demokratik, por është koncept bolshevik, i cili shikon në këtë lloj drejtimi. Nëse nuk je me mua, nëse nuk më voton mua, je me armikun tim. Kjo ka marrë fund si koncept i politikës moderne. Dhe sigurisht të dyja këto gra, të cilat unë respektoj, sigurisht, absolutisht të dyja, i njoh të dyja, kanë të drejtën e debatit, por unë jam i detyruar, edhe pse i njoh të dyja, i respektoj të dyja, bile komentuesen e njoh shumë më mirë se sa atë që ka bërë postin, duhet maj qëndrimin tim analitik duke thënë që nuk është moment, absolutisht moment, për të ndarë në këtë lloj mënyre sinore dhe kufit. Politika e sotme është pikërisht për ata që ndrojnë mendimin, nxjerrin konkluzion dhe sigurisht kanë votën e tyre. Dhe nuk është për momentin që duhet patjetër vota
të shkojnë aty ku ka dështuar gjithmonë, jo vetëm si vot, po ka dështuar si strategji politike, ka dështuar si moral politik dhe ka dështuar në përgjithësi si parim demokratik. Sepse sigurisht parimi demokratik është jo vetëm ndryshueshmëria, por të mos jem dakord me ty. Edhe ku nuk jam dakord me ty, nuk kam se si të votoj. Ndash t'i vi mirë, ndash t'i vi keq. Dhe nuk do me thënë që votën që marr unë, duhet pa tjetër ta përfitoj ai që është në pushtet. Ai mund të qëndrojë në pushtet. Edhe në kësaj vote, po unë votën nuk ta jap, sepse ti, kurrën e kurrës, nuk e bërë bashkimin e një vote, të cilën ti e kishe, e keq përdore, e shëmtove, i frustrove njerëzit, i çove deri në momentin për të realizuar pikërisht atë që konsiderohet parimi i demokracisë. Ora unë nuk kam pse të votoj me ty, sepse ti më ke zhgënjur. Sepse ti ke prezantuar dhe ke përfaqësuar një zhgënjim të plot, si politik, ashtu dhe moral. Dhe sigurisht, akoma më tepër kur thua tash Shqipëria madhështore. Kjo pastaj dhe ka pakun, se cila është madhështia që do sjellësh ti, në të cilën kant, anë, cep të Shqipërisë sjell të madhështi ti, në momentin që je më keq se kurdo herë tjetër, kjo nuk ka kuptim më as të diskutohet. Këto zonjat i respektoj dhe këto zonjat janë me të vërtet zonjat mira, por më vjen keq kësaj radhe do t'i dalë zotë dhe në një farë mënyrë do arsyetoj vendimin e asaj zonje e cila ka marrë përsipër të kandidoj dhe të përfaqësoj atë mendim që i pëlqen asaj dhe të përfaqësoj kryesisht veten. Nëse kjo zonja tjetër do të dilte, do përfaqësonte, do merresh me politikë, jo thjesht me komente, ndoshta do mendoja a ja vlen që t'ja jap votën kësaj, sepse sigurisht mbase mund të kishte edhe alternativë më të sigurt. Por këtë sigurisht që unë nuk do ta shifja atje ku thuhet Shqipëria madhështore. Po ke karakteristikat e kësaj zonje. Pra do mendohesha 2 herë për të, jo për atë që thot Shqipëria madhështore. Dakord miqtë e mi?